Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Trajtoni 6 sëmundjet më të mëdha, ja çfarë ndodh me trupin nëse hani 3 hurma arabie në ditë. Ju mbase nuk dini fakte për hurmat e arabisë përveç faktit se janë shumë të shijshme dhe kanë vlera ushqyese. Këtu ne do të tregojmë disa fakte për to dhe pse ja vlen që ti konsumoni çdo ditë. Janë shumë ushqyese. Hurmat e arabisë janë shumë ushqyese dhe të pasura me mangan, magnez, fibra, vitaminë B6, kalium dhe gjithashtu bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur ju hani hurma arabie. Konsumimi i rregullt i hurmave të arabisë bën shumë mirë kundër kapslokut, gazrat, fryrjen e barkut e të tjerë. Sasia e lartë e fibrave e garanton këtë, si edhe është përdorur edhe për trajtimin e hemoroideve, është një qetësues efektiv i dhimbjeve. Hurmat e arabisë përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si një përbërës anti-inflamator, si të tilla ato janë efektive kundër ëndjes dhe dhimbjeve të cilat vijnë të shkaktuara nga artriti. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve të zemrës. Gratë shtatzëna duhet që të hanë hurma arabie. Është vërtetuar se hurmat e arabisë janë shumë të përdorshme nga gratë, sidomos gjatë shtatzanisë, për ata të cilët duan që të humbasin në peshë, si edhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në studim 69 gra dhe ku është parë se gratë të cilat kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre, kanë pasur një proces lindje me më pak dhimbje. Hurmat e arabisë janë efektive për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mundet që të rregullohet kur hani hurma arabie pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që janë thelbësore për një shëndet sa më të mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në revistat amerikane klinike. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionimin e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur rregullisht ndihmon që truri juaj të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë gjithashtu të pasura me këtë vitaminë dhe ndihmon për të përmirësuar memorien, funksionin njohës, përqendrimin dhe fokusin. Hurma gjithashtu konsiderohet si një minier vitaminash pasi përmban kalcium, hekur, magnez, sodium, sufur, klor, vitamina A, B1, B2 dhe D. Ja disa prej arsyeve që ju duhet të hani vazhdimisht hurma arabie. Forcojnë mëlçinë dhe përmirësojnë punën e saj detoksikuese. Forcojnë muskujt, lehtëson sistemin nervor, përmirëson gjithashtu punën e gjendrave tiroide dhe enëve të gjakut. Zbut ashpërsinë e fytit dhe largon sekrecionet. Hurmat freskojnë zorrët dhe i mbrojnë ato nga infektimet, pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë edhe ushqim dhe ilaç për fëmijët. Hurmat përmbajnë sheqer natyror, i cili përthithet lehtë, kështu që ajo është e sigurt dhe dobiprurëse për stomakun dhe zorrët e fëmijëve. Gjithashtu lëngu i hurmave i përzier me qumësht është shumë i dobishëm dhe me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit. Nga ana tjetër, duhet të dini se hurmat e arabisë janë plot vlera dhe me një nivel të lartë ushqyesish. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat e arabisë janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit
një sër përfitimesh. Hurmat e arabisë janë një burim i pasur fibrash, tërësisht të shëndetshme, minerale dhe vitamina. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera me sistemin tretës. Hurmat e arabisë gjenden kudo në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme. Prandaj këtu ne do t'ju sugjerojmë mbi mënyrën dhe sasinë ditore të rekomanduar të hurmave të arabisë dhe dëgjuesi duhet të provojnë të konsumojnë 3 hurma arabie në ditë dhe do të përfitojnë këto vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Shëndeti i zemrës. Kaliumi i cili gjendet tek hurmat ulë rrezikun e goditjeve në tru dhe për më tepër nëse përfshini hurmat në dietën tuaj, ju do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke i bllokuar ato dhe duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë që zemra është e rrezikuar nga bllokimet të menjëhershme që mund të ndodhin në enët tuaja të gjakut. Ngrënia e hurmave gjithashtu mundet që të ndihmojë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe ta mbajë zemrën tuaj sa më të sigurt. Nivelet e energjisë. Hurmat e arabisë janë të mbushura me sheqerna natyral, të cilët bëhet fjalë për fruktozën, sukrozën dhe glukozën. Kjo i bën ato një ushqim të favorshëm pikërisht për ata të cilët kanë nevojë për të rritur nivelet e energjisë. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta dhe kështu ju do të premtoni energji në qoftë se konsumoni disa hurma arabie. Fibrat që ato përmbajnë do të parandalojnë shpërthimet e pakontrolluara të sheqerit në gjak, siç ndodh me ëmbëlsirat e tjera. Përmirësojnë aparatin tuaj tretës. Hurmat e arabisë përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrës së tretshme që është thelbësore për një sistem të mirë tretës, sepse arrin që të orientojë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë, aparatin tretës. Kjo taktik ndihmon organizmin që të shmang konstipacionin. Kaliumi i cili gjendet tek hurmat e arabisë ndihmon edhe në trajtimin e diarres dhe gjithashtu problemeve të tjera në stomak. Duke qenë se kanë ngjyrë kafe, hurmat e arabisë konsiderohen si ekuilibrues në aparatin tuaj tretës. Për më tepër, hurmat gjithashtu forcojnë edhe bakteret e mira në stomak, trajtojnë dhe parandalojnë aneminë. Anemia gjithashtu prek shumë njerëz, nevojat e të cilave për hekur janë shumë të mëdha. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit, gjë që i bën ato domosdoshmërisht kundër anemisë. Ngrini nivelet e hekurit duke konsumuar të paktën 3 hurma në ditë. Kockat, gjaku dhe sistemi imunitar. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm për aparatin tuaj tretës dhe për parandalimin e sëmundjeve të këqija. Këto minerale gjithashtu janë të nevojshme për të mbajtur kockat tuaja të forta dhe gjakun sa më të shëndetshëm. Këto minerale janë shumë të nevojshme për të mbajtur kockat tuaja sa më të forta. Përveç shijes, kjo është një arsye më tepër për të konsumuar 3 hurma ndonse kanë një nivel të lartë fruktoze. Edhe nëse sasia dhe dieta juaj ju mban larg sheqerit dhe produkteve të ëmbla që përfshin sheqerin e arrës së kokosit, mjaltin, shurupit të misrit e të tjerë, mos harroni të konsumoni fruta. Kur përzgjidhni hurmat në treg, kërkoni për fruta lëkura e të cilave është e butë dhe jo e rrudhosur. Mos zgjidhni kokra me aromë të çuditshme ose tepër të forta. Hurmat e thata të arabisë mbahen në frigorifer dhe qëndrojnë deri në fund të një viti. Hurmat e njoma duhen ruajtur në enë të izoluara dhe mund të qëndrojnë deri në 8 muaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!